Është fshati i bukur Tërpeza, komuna Malisheves. Po, a jemi Ramazan? Zoti ja u pranoft. Po, në ditë. Mashallah, 80 vjetë. Po, Fshati mirë? që përshësh një njeri zonë. Po, bre, shumë qetësi. Ja, s'koj. Pse është kështu thotë fshati? Krejtë ndollë jashtë. Një që gjithë 3-6 trupa po janë, krejtë që ndollë jashtë. Dikur në Anglije, dikur në Gjermani, dikur në Italije, kamat. Krejtë në hubë, 3. Çka me bo, se cili për një jetë ma të mirë? Kërkosh se kalon venin me qenë. I shoda. Miqtë e mi, kjo pamja prapa me, si që po e shenë një pamje madhështore, është fshati i bukur Tërpeza, komuna Malisheves. Si çdo ditë, edhe sot, kemi ardhë me bisedu me banorët e kësaj lagje, s'po i thëm lagje se kjo ka fshat ekstrem i bukur, i madh sa dush, shtëpia sa dush, po se a jënë të banushme, këto ende nuk e dim, mbetet me u pa ma vonë, gjatë rrugtimit tonë. E për ma shumë, hajdini me neve të kënaqëm bashkë. Përshëndetje i nderuam. Qësh je? A je mirë, unë jam Dorontina. A je mirë qësh je, me shnit? Alloj, 80 vjetë më qa shnit. Mashallah, 80 vjetë. Po, dhe ule pak që mërzita me ana më. Po, a je me Ramazan? Zoti ja u pranoft. Po, në ditë, s'da në në më. So ka thonë a i naltë, Ja, nëse dim. nërësh nuk më. Dhe që shka thoma, shka një do? Që me punë qështu, që shpo kalon njën këtë fshatin e ju? Po, mi. Fshati mirë? Që përshësh një njeri zonë. Po, bre, shumë qetësi. Ja, s'koj. Pse është kështu thotë fshati? Krejtë ndollë jashtë. Po, s'koj që atë shpija më shirë të në atë. 3 kotrat. Këtu 3-2 shirë, një që gjithë 3-6 trupa janë, krejtë që ndollë jashtë. Dikur në Anglije, dikur në Gjermani, dikur në Italije, kamat. Ju po jetoni këtu, a ki shpinë dikun larë? Po që? Që ku po dolin ngrotë. Që aty në të mina. Apo mund është me jetë heq? Valla, ja, ka pak. Ka pak, sa kam qarë. Po. Me ne gjithë rotë s'pa bëj. Ja, rotë s'bën heq me nejtë. Kolloj në pra borrana, ko gjë fort, po, tha që kom i boshe, thash të shkoj. Të shkyri që kanë bërë. Sa ke mila të në boshe? Ati kip kohë dhe do sekla dhe qështë. A jenë bi, a jenë dolla? Po, që shko. A keni nismi hongër ka pak, kip të rria? Po. Ani mirë shumë. Indrum na veç patëm qef me të përshëndet. Ani faleminderit për Zotë ju dha shëndet, e krejtë Ju mirat. po që shëndet e këdhufti këtë djohë të rri. Faleminderit shumë indrum. Ka qenë hubë 3. Çka me bo, se cili për një jetë ma të mirë? Kërkosh se kalon venin me qenë. I shoda. Si kur t'i shinkon edhe këtu mundësit të mira, s'po besej që e kishton t'i kush venin. Kur gjë më dojë këtu, batë s'ko kur gjë. Ja. Edhe ty po na thu që s'ko kur gjë, a? Ja. S'ko. Dhe me a që ade kësë që jetët nejnë. Po thua? Vëllaj po, shko me thonë këtu. Ja, pre jeta e mirë nuk është atë krejt Jo, keq. kjo i mirë i po, të tanë po ku gjenë t'ko. Po, normal, kur s'ka njerës, tani s'është as disponibli. Jo që. Ani s'po të munuemi më Jo shumë. sa dushë, pëse? Faleminderit shumë. Në mënyrë koshë, ju shë që kini, jeni 3 shola këtë në këtë botë. Faleminderit shumë. Me të mira, Zotit i dosh krejt mirat. I shola tonë në mu. Faleminderit shumë. Hajde të përshëndesim. Hajde kalushë Me të mirë. mira, faleminderit A shumë. keni me shku larga? Krejt fshatin e ju kemi me shku. Pra, si që e ndëgjut, fshati tha që është bësh, shtëpia pas ka shumë, po që e krejt mbyllme. Së të mos ke pjesa në fillim,
kanë krejt shtëpia të pabanueshme që e kanë lënë vendin, edhe kanë dalë sigurisht për një jetesë më të mirë. Siç i thash edhe atij Hoxhës, kërkush nuk e lën vendin për qef. Oj zoti i shtëpisë. Po një diçka të punu, të dru, jem të i po. Oj zoti i shtëpisë, ajni kësajde. Përshëndetje. E zoja shtëpisë. Qysh je? A muna me hy? Faleminderit shumë. Jam Dorontina. Jam nga Midumi shqiptar që krejt ku marrë me ju vizitu, qysh je? A je mirë, me shëndet, familja? Mirë. Qysh po kaloni? Mirë. Nëse e keni problem kamerën, unë veç me bisedu me zo. A bën kështu? Nëse nuk do me dalë para kamerës. Ja, para kamerës. Ani okej, veç me zo. Vetëm zonin. Veç 2-3 fjalë për fshatin. Sa është fshati i banum? A ka njerëz, unë nuk jem të po njerëz. Ka njerëz. Shtëpia po shok po, mirë po njerëz ju edhe aq. Jo, njerëz sa dosh valla. Po është i banushëm si fshat? Po. E kushtet ai keni të mira. Çish po na sheh. Përgjithësi fshati, jo veç juve. Të mira janë valla. Për shembull, gjonat esenciale ai keni, ato kryesorët, ujë, rrymen, krejt këto ai keni. Po. Kreti kena. Shumë mirë. Qa ke të bon të diçka me dorë za dru? Drom. Ju lumt. Të shkërto dropa të një vazoni, thash dikush është. Sa më vjen edhe keq me forcë, Jo, mos tani se nuk qesëm kamerë asnjëherë kur nuk pranon, nuk dën, nuk i qef, na nuk ju qesëm, ajo është me dëshirë. Po më intereson sa antar të familjes jeni. 7 jena na. E keni burrin? Po, Është në punë. burri, 5 fëmijë, edhe anë me burrë tem. Mashallah, burri është në punë? Po, janë punë, është në të tjerë. Po, ju kujdesni për krejt këtë punë të do më thonë gjeta të qa dru. Po. A i bën gjithë këtë punë, apo... Gjithë ti? punë, gjithë. Normalisht Po. se burri lodhet edhe derisa të vje burri mërdhini, do në ndrut. Vet i baj. Me drumë e me i shkurtoj e i faloja krejt. Shumë mirë, ju lumt. Faleminderit. Na s'po të morëm kohë ma shumë, faleminderit dhe- shumë për kohën. Sa dhe më Ramazan jam, Zoti ja u pranoft. Faleminderit, e për që ata s'jam të mujtë edhe me fol. Ju kuptoj gjithsesi. Me Ramazan mirë, Shumë mirë. Zoti ju shpërblift. Faleminderit. E ndrume të përshëndes, mos Le- del hiç nga mirë. O, më falja, Hajde hajtë. Hajde se ta këputëm. Po, të së shumë peqen. Jo, mos tani. Faleminderit, Zoti ju rujt. Faleminderit edhe ju të Miru pofshim. Hajtë, falushim. Me të mira, tëng. E në zona Befas, mirë po nuk na kthej, edhe pse nuk dishti me dalë para kamerës, e kuptojmë. Kështë të thonë që në qytet jeta shumë dinamike, po dojmë u bo dhe na si kurse ata mërgjimtarë që thonë punë gjëm. Edhe na punë, kur po shkojmë në shpet të lodhshëm, një darkë me bosh aty shpejt, një ratu fëmin gjëm, edhe prap nesër me në punë. Kështu që me fshat, definitivisht nuk ka. Oj, zoti shpis! Kërë pas kanë rrëthu, tavan me muri, kështu. Nuk pas na po krejt qështu. Me naj fshat tjetër. Interesante po m'duket. Dikush është të punu këtu jashtë. Oj, zoti shpis. A i një kësajde. Përshëndetje. A i mirë. Qysh je? A muna me hy? Faleminderit shumë. Vesh erdha me ju përshëndet pak. Qysh... A i ka këtë pjesë? Nena. Okej. Veç erdha me ju përshëndet pak, dola në këtë fshatin e juve, mi ndrunja 2-3 llafe me juve. Ha? Qysh je dashur? Na je mirë. Dorontina unë jam. Qysh je? Mirë. Familja? Mirë kreç nash, po mirë. E dashur nëse e ki problem kamerën, veç zonin. A bën kështë? Bon si qërë. Hiç mos tani, e kuptojmë, edhe na nuk rrim në shtëpi çështë? Edhe na rrimi me trenier ka të shky me vallohin. Ja po. Sa ma modest, ma mirë. Qysh je? Mirë.
Mia, ku ishe qika tua? Mirë, mirë. Mashallah, sa tiko kam bo? Po, mirë, mirë. Shumë mirë, e re, qika sa vetë shoqja. Po, dhe djallin e kam 4 vjeç. Edhe djallin, mashallah, ta rujtë zoti, krejt. Jo, të shini që pa kalani. Mirë, vëna, ka pak që shtë të ponu. Mirë që ponani. Po qa me po dohet? Jo, qa po bëni, qa po vinë? Valoj, sen heq shtë, me që si punë shpijës me thmi që shtë të Apo mirë. lodhni? Valoj, më lodh ka pak, po qa me ba. E mo, ku ka punë Pa pa dohet, lodhshme? jo, valla. Kështë fshati juvi mirë? Po, i mirë i qejtë, sen s'ka diçka të keqe, mirë. Po, për jetesi mirë. Mirë, mirë. Kështu në shekem shumë i bukur, edhe shtëpia plot. Au? Po sa është i banueshëm, po e di. Dikush më tha po, dikush jo. Ja, po, për bane mirë, jam ish ata gurbezi që janë jashtë, po. Se i banushëm, nuk ka kështë që sa i banushëm. Kështë për shembull, sa i përket punës, me dashme punu dikun, i keni larg? Po, valla, Malisheva, ma e ofre, që ti që jam Malisheva. Qitrin se kena ma ofre. Se keni. Për me punu, pa ka problem. Burri, punon? Po, me blektëri ka. Lektori. Po. Ku e ka ato lektorisë? Analte ka, që të arat, po, E valla. çdo ditë shkon atje. Gjdo ditë është atje, deri 11 natës. Po. Sa i keni për afërsisht? Po janë ja 60 copa. Mashallah. E me na jep kështu numrin e burrit edhe me thirrje. Vesh mbrëmje. Vetëm mbrëmje. Edhe në mëngjes heret. Që si del në 6, deri në 8 atje, vje pak. Ju na me shku atje me nuva. Për me shku, po nuk janë për momentin, vesh talla që janë. Apo? Po. Aha, mirë shumë. Se i kanë shot ashte. Puna me blet, Me Po, dhijena. a me dhim, mendova që më the. Ja. E kemi blet, Ja, në alti kemi dhij. a me dhim. Okej, po besoj fitim keni. Po mirë, ne fillim, ja është që një vete diçka mirë. Shumë mirë. Edhe qumshtin e këtu bilmet i shesni. Po, krejta në këto, me djathë me A krejt. bën ty diçka më mirë me këtë pjesë, a Po, hec? me këtë pjesona? Krejt. Po, qa me ba? Po dohet, Edhe këne edhe ne. të kënë të nëndë, ku të munësh? Ko, femna është edhe non, edhe Krejtat. bot, edhe krejt. Përfshi është në krejt në gjitha punët. E vërtet, shqyqër e keni shnetën, Po, mirë. edhe kur të ki shnetën, tjerat krejt shkojnë kështu Ja, po. si rruzat në peqë, që thojmë na. E Po, dashur, qamë unë po të përshëndes. Faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi edhe kënaqësi që të njofta. Faleminderit shumë, edhe jo që ketë, edhe faleminderit shumë. Faleminderit e dashur. Që dëni kur dëni atë që keni qep, ish kaldovar në mramja dhe në mëngjes. Në rregull. Gjatë ditës nuk nësh me pa kur gjatë. Vetëm shtalla që. Po. Jo. E kisha fjalën kështu me mor pa me gjatë ditës, ta mund me i po. Po do vish mëngjesën pa ham që mundesh me pa. Se në mramje shihet sen. Po, okej. Që më dani ashtu po. Ja më dani numër telefonit që E dani. morëm në numrin edhe tani jemi në kontakt. Faleminderit shumë. A. Faleminderit juve. Përshëndetje! Apo ma qelë derën? A ka mundësi une me hymrena? Na fal! Me të mira! Para me ndë e këtë dimrit me ullqu me njësaj. A vavavtu ti e Mbrezovic. U far ere po fryn. E kam parasysh që mikrofoni gëzh. Shta ku me nalë. Përshëndetje. A mundemi mu nalë 2 minuta? A ju pengoj? 3 fjallë për fshatin shpejt. Fshati e mirë, i Fshati banushëm, mirë, i qetë. fshati mirë, fshati banushëm, fshati qetë me një kulturë tamam qytetare kështu. E vrejta. Ka në raportet mira gjithë qytetarët që jetojnë këtë fshat, edhe ka kuadratri që janë të arsimum gjitha fushat e jetës, kemi një bashkëpunim të mirë, siguria është nivelin më të dëshiruar, nuk ka të lashe. Vje mirë.
Ai për cilë emisionin tem se jetu i ditë pyetjet kështu si më mësu për menç. Këtë çka unë i parashtre. Nuk e di, po kështu e përcjelli emisionet ndryshme përcjelli, tash nuk e di prej cilit Me gjumin shqiptar që krejt, emisioni ka tu një jem, që shkojnë për fshatra çdo ditë. e kam përcjell disa herë. E se e di se, po e di që pyetjet, jetu mi do përgjigjet në bazë pyetjeve të mia. Disa herë, po ato çka janë më të rëndësishme për një vend banim, ato besoj që duhet edhe me i thonë. E vërtet. E thatë që jeni të shoqënushëm, keni raporte të mira, jeni një fes, apo jeni të ndomë, kështu njihni e kam fjallin me krejt? 99% jemi një fes Krasniq, kemi pak familje Bytyq, mirë po me gjithë kemi raporte të mira, edhe nuk mod mend, do me thonë, gjenerata jenë, po edhe ma të vjetra që kemi pas nga thres ma të vogël në fshatin të. Larga saj, sheqer, po mje shumë mirë. Ftohni kështë me zveti? Po, tasma, vdekje, gëzime, gjitha që i kemi, dhe me thonë, jemi shumë të organizuar, nivelin ma të dëshirum jemi. Po më interesan këtë fshatin e juve sa punuan tokat? Me thonë drejtën tokat tash po punuan pak. Këtu ka gërbetxhi ma shumë, dhe me thonë prej tokës edhe ndoshta nuk ka shumë tokë pjellore, po prej tokës pak marremi. Toka nuk punohet shumë, dhe me thonë sidomos prej pas luftës, toka punohet këtë pak. Edhe nuk është toka shumë pjellore, edhe nuk kemi shumë tokë kështu të punuar. Sa është e bereqetshme ndoshta? Me një fjalë nuk është edhe atë shumë e Edhe bereqetshme. ndoshta nuk javlin tani edhe mundi. Edhe nuk javlin kështu perime ka pak sa për familje, se cila familje për veti të fresta. Po. Ndrum, faleminderit shumë. Gjithat ishte mira, shumë shëndet. kënaqësi. Kënaqësi edhe për Mirupafshim. unë. Gjithat. Hajde me të mira, faleminderit. Që, shumë shpejt, shkurt. S'ki qka të, 3 fjallë. Tap, 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 tap. Unë s'kom dojë këtë mjë qitë në sitë në shosh. 3 fjallë, kalëzën për fshatin. Është fshat i pa njoftun për mu, po besoj edhe për shumicën e publikut. Edhe... Kaq! Jemi lodhë. Qëfar fshati, fshati bukur shumë, rrugica të mlenë për shtypje, që pa frym në kanë lënë, para me ndë me i pas na çdo ditë këtë rrugë. Me ardhë kësaj dhe, me shkue, me ardhë. O, krejt fitneset ishin mbyllë. S'pas ke nevoj këtu hiç për fitnes. Qëfar rrugë që interesante për dallim prej fshatrave të tjera. Që më pëlqej, po është fëmi, një grumbull fëmish edhe ma kujtu në atë femirin teme, që kemi nejtë kështu si këta të lujt me shoqe. Edhe disa shkrishin në shkollë, disa u kthejshin. Edhe u dëkshin ashtu të lumtur. Si fëmija mo, dhe që të ditë i kanë të lumtura, derisa të rritin edhe pak. Po e shok të pranë e kam edhe një firmë, po duke që është e ka atë logon e ministrisë. Mirë po pronori nuk po na fol, nuk po do me na tregu ma hollësisht se sa krer ljop dhia çka ka aty brenda, ma saktësisht nuk po do me na tregu. Mirë po na ja urojmë atë miren. Edhe vazhdojmë na tutje. Fshati shumë i mirë, jo i mirë po ekstrem i mirë. Më pëlqen shumë, përveç rrugica pak i pas kanë të mundimshme, për një me u lëdhëm shumë, si me pas shku mbjeshk. Po, kur jeton këtu edhe i mësën rrugët, nuk duken vështirë si neve, për shembull për hir të parë që jemi prezent këtu sot. Kjo pjesa shumë alore. Shifeni. Vera këtu veç lullëzën. Sa bukur e kam mbulu dhe këtë pjesën e ushqimit për bagti, se me bo me ta nëzo shiju, pa që i lojtë e durët. Qa po m'bjenë sy edhe ky kombi, po m'duket e ka bo diçka si shfrytëzim, si shtëpis, dvogel, shumë kisha pas dëshirë me
me pa pronarin edhe me bisedu, po isha dhe do pula, ferma, gjallni, bukur, po më pëlqen kjo pjesa e ujtë. Sa kisha pas dëshirë, s'po tham ashtu dëshirë se me qef e agjeroj, po me shfrytzu pak këtë ujnë, mirë po i pastroj veç durt, edhe po ja voj vetit pak pushim. Kishe po i pastroj durt e të po shu të u knoq. Se di për çka e shfrytzojnë, po më duket këta ujë shkon ashtu kot, jo na i shfrytzim kështu, ku e pas ka rrjedhjen anej ka kjo fusha ora. Se di pse e kanë bon fillimisht edhe pse nuk shfrytzohet për diçka, ose ndoshta edhe shfrytzohet, po nuk e di unë, nuk po kam këtu banor që me i pyet më saktë dhe më tregu. Faleminderit dhe lavdërimet e Allahut, Murtezi me djemt. Tash e kuptova. Okej, fokus. Domethënë, e ka ndërtu Murtezi me djemt në vitin 2006, ndoshta e ka ndërtu për një arsye, që dim na me qelë bunare, që ka të bëj me ujnë, për shpirt në ndonjë familjare, po është shumë e mirë. Zoti ja u dhash këtë mira familjes, edhe pse nuk po i një. Paramendojen, për shembull, po më pëlqen ideja që në këtë përpjekje është e pamundur mos me të kap etja. Edhe në momentin kur e kalon këtë përpjekjen e madhe, vjen këtu, ulesh po shon e pin pak ujë, edhe kaq, shumë mirë. Po kjo pjesa si bunkera, çka është kjo? Jo, tash po e di. Më duket këto është ujë bunor që kanë bërë këtë një herë kështu. Edhe në bazë këtij kanë ato gypat nëpërmjet aty në tokë e përcjellin ujin. Na po vazhdojmë, po isha edhe 2 tjera. Bre, qysh se patëm dikon me na tregu. Apo e shihni me që nuk e kam t'let as pak, për shkak se më duhet me i komentu disa gjona çka unë ishën në këtë fshat, apo cili do fshat tjetër, edhe muj me jep në i dezinformatë, normalisht nuk e di, kështu që është shumë e mirë kur unë takoj banorë dhe bisedoj dhe më tregojnë në hollësi, po fatkeqësisht nuk jam tu e po kërkon, me këta pak banorë arrita me bisedu, edhe apo shkojmë pe provojmë qëta veç të shofëm qa ka për afër kështë. Dyrt janë të mbyllme, e në dyrt e mbyllme. Në po arrim e po diqka, që ty pse ma tërheku synin kë kombi, me siguri mrena e ka na jullë se a diqka e ka bo kështë si pushimore, më pëlqenj, unike janë këto. Edhe ashtu larg krejtve, e një qetësi kështu shpirtërore, e në viset malore, ku po dënë ma mirë. Po provojmë, apo na unalet këtë zotnia? Jo. S'kam ku. Në rregull. Përshëndetje! Na falë që po ju shqetësojmë. Qysh je? Vishtë përshëndetje, a je mirë? Mirë, familja krejt rahatshësh? Nga pak, që shtë të punu? 3 fjallë për fshatin e juve. Si jam i këti fshati. A si e, kjo është? Ti kënë mësafer? Jo, si jam marrë mësafer, jam të shkuën të nështime. A po të më tha rrugat ka? Po, rruga më karo. Okej, e përshëndesëm. S'ka Faleminderit shumë për kohën. Jo, Ishte knatësi me kalani të mirë, mira. faleminderit. Hajde me të mira. Faleminderit shumë. Nuk ishte banori këtij fshati. Basho gëzova. Thash, po janë nxjerrë edhe këti një 2-3 llofe. E me qëtë mi, dal nga dal, erdhëm krejt në fund. Te ditës së sotme, a ma bëni halal që po ju përshëndeti kështu ullëm,
Po besoj edhe po shpresoj që keni me më kuptu se ju më lodh pak, nuk ishte e lehtë me eksploru një fshat kaq të madh. Kemi jetë sa që nuk e keni idin, sa shumë, plus me Ramazan, se e cika që disa herë. Faleminderit shumë për krejt ata që na përcjellnin vazhdimisht, edhe kisha dash me bo një falënderim të veçantë për krejt ata që më shkruajnë mesazhe pafund sa i përket emisionit tonë. Unë uroj edhe shpresoj që komë nxjerr gjithmonë më të mirën për juve, edhe ju me kalu momente të mira, që po kënaqemi edhe na çdo ditë. Deri në takimin tonë të ardhshëm, u pofshim.